Çet ka krah? Çet ka krah? Okay. Të shkuar. Bëhemi gati tani të fillojmë me debatin e radhës, debatin midis Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Universiteti i Shkodrës Luigjë Gurakuqi. Sikurse mund ta shihni, Universiteti i Shkodrës do të përfaqësohet nga 2 anëtarë, për shkak se 2 të tjerat kanë pasur problemet e tyre dhe nuk mundeshin që të ishin pjesë, por sikurse e kemi thënë, ky format vë në lojë një nga anëtarët e skuadrës, nëse ata do të zgjedhin të përfaqësohen nga një, kështu që nuk na pengon që ne të zhvillojmë një debat për sa i përket formatit Lincoln Douglas që ne kemi zgjedhur për të aplikuar në këtë kampionat për sa i takon universiteteve. Dua të falenderoj padyshim ata që bëjnë të mundur këtë projekt, sikurse është Agjencia Kombëtare e Rinisë, dhe nga ana tjetër na është bashkuar së fundmi edhe Titan Albania, për sa i takon mbështetjes së universiteteve që janë bërë pjesë në këtë edicion të parë të kampionatit të debatit për universitetet. Shumë suksese të dyja skuadrave, ndaj do doja një duar trokitje edhe pse jemi pak tani, por secili nga ne mund t'japi kontributin që të gjithë të ndihemi mirë edhe të bëjmë një debat sa më konstruktiv. Dua të falenderoj AKR-n, e cila na është bashkuar me 2 përfaqësuese. Shumë faleminderit që keni gjetur kohën për të na vlerësuar, sikurse ne vlerësojmë këta të rinj sot përmes saj jurie që është e përbërë nga Blerta Tuci, e prezantuam dhe pak më përpara, Brigitte Deda dhe Aldi Sheu që na është bashkuar si një ish rit debaters, por edhe një element shumë i mirë për sa i takon formateve të debateve, duke qenë se ka qenë trajner i skuadrës së Ari Fullcit, një prej fituesve të edicionit Ri Debate. Shumë faleminderit. Do të fillojmë me përzgjedhjen e temës, do të ftoj skuadrën vajzat më saktë të Shkodrës për të bërë përzgjedhjen, megjithëse tema ka ngelur një nga ato që ne kemi trajtuar sot, kështu që nuk është e nevojshme, po e lexoj unë. Inteligjenca artificiale është një instrument i rëndësishëm në jetën tonë të përditshme. Kjo do të jetë tema për cilën do të diskutojnë 2 skuadrat, ndërsa do të jetë e nevojshme të ngrihemi nga skuadra tjetër për të bërë përzgjedhjen e qëndrimit, kështu që te globi i vogël do të tërheqim pro ose kundër. Po, patjetër, dhe do e tregojmë nga kamera. Nga kamera. Pro, okay, shumë faleminderit. Kundër do të jetë skuadra qëndro. Do më ndihmoj edhe një herë. Vajza, si e ke emrin, të lutem? Erisa, do më ndihmosh të hapim dhe tjetër që të jemi sa më transparent. Faleminderit. Dhe kundër do të jetë Universiteti i Shkodrës, Luigjë Gurakuqi. Mirë, nga ky moment do të keni 7 minuta kohë përgatitore. Merrni kohën tuaj dhe jepni më të mirë. Suksese. Do fillojmë tani debatin. Koha ka mbaruar. Okej. Duke u bazuar edhe tek struktura e debatit që ju e njihni mirë dhe e keni edhe rifreskuar në trajnimin e fundit që kemi bërë, do respektojmë minutazhin, që do të thotë përgjatë minutazhit caktuar të skuadrës mund të flasin edhe 2 ose vetëm 1 person. Në momentin që unë ju them koha ka mbaruar, do të thotë që s'keni më të drejtën e fjalës. Okej? E njëjta gjë vlen edhe për vajzat. Nëse ju pastaj e keni mbaruar ndërhyrjen dhe nuk doni më të shfrytëzoni kohën në dispozicion, mund të thoni që për ne është e mjaftueshme dhe vazhdon skuadra tjetër dhe fillojmë llogaritjen e kohës që do i takon ndërhyrjes së radhës, pra raundit të radhës. Është okay? Atëherë, që ta kemi dhe më të lehtë edhe ju, po edhe neve, unë do shfaq strukturën e debatit, që është kjo këtu. Që do të thotë, në fjalimin e parë e palës pro, është 6 minuta në total. Te ky 6 minuti, të gjithë anëtarët e skuadrës mund të flasin, ose mund të flasë vetëm njëri ose 2, ose në varësi të asaj çfarë ju doni të thoni për sa i takon temës. E njëjta gjë vlen edhe për çdo ndërhyrje tjetër. Mirë? Suksese, fillon skuadra që mban qëndrimin pro.
Atëherë, përshëndetje të gjithëve, unë quhem Besart, jam student në Fakultetin e Shkencave Sociale bashkë me 3 kolegët e mi dhe studioj për degën e filozofisë. Dua si fillim të falenderoj stafin për organizimin e këtij projekti dhe gjithashtu palën tonë kundra, të cilën shpresoj që do bëjmë një debat fort. Për pjesën e temës së debatit kemi të bëjmë me inteligjencën artificiale dhe përdorimin e saj, që është një mjet shumë impaktues. Dua ta filloj me hyrjen që inteligjenca artificiale nuk është thjesht një luks teknologjik i kohëve moderne, por një mjet thelbësor i pazëvendësueshëm. Inteligjenca artificiale ka ndryshuar një herë për gjithmonë mënyrën se si ne jetojmë. Pra, se si i qasemi jetës, se si e kuptojmë atë dhe si mund ta parashikojmë atë gjithashtu. Dhe njeriu gjithmonë ka qenë një qenie që ka dashur të lehtësoj punën e tij. Këtu mund të marrim një shembull konkret, pjesën e shpikjes së rrotës. Inteligjenca artificiale nuk është gjë tjetër vetëm se shpikja e rrotës në shekullin 21. Pra është një mjet që duhet përdorur saktë. Ne kemi shumë argumenta pro inteligjencës artificiale, kur disa janë edhe të dukshme thjesht në aspektin direkt, vizional, por gjithashtu edhe në atë të argumenteve faktike, që janë të provuara deri tani. Si fillim ne mund ta fillojmë me pjesën e mjekësisë. Kemi këtu shumë fakte që mjekësia ka evoluar shumë që prej shpikjes së inteligjencës artificiale. Këtu kemi disa lloje, për shembull, një inteligjencë artificiale mund të zbulojë deri në 50 lloje sëmundjes diagnostikime të syrit, për shembull, ose të smundjeve të lëkurës, pra parandalon kancerin. Gjëra të tilla që mjekësia nuk i ka pasur më përpara, thjesht me syrin e një mjeku, sepse me mjekun ne duhet marrim rekomandimin e parë, rekomandimin e dytë dhe gjithashtu duhet debatojmë midis fushave të ndryshme. Ndërkohë që inteligjenca artificiale mbledh të dhënat e thjeshta që kemi në bazë të rezultateve dhe jep një argument logjik, kritik, objektiv. Pra që nuk ka pjesë empatie, është i vjetër apo ri, jo, është thjesht objektiv. Normalisht është një mjet, nuk është zëvendësues dhe do e përmendim disa herë këtë pjesën për të analizuar disa gjëra. Gjithashtu, inteligjencën mund ta përdorim si pjesën e shërbimit klientit. Është një përqindje jashtëmase e madhe, diku deri në 80% që inteligjenca artificiale përdoret si chatboti, për shembull, për shërbimin e klientit në fusha të ndryshme, duke filluar që nga Apple-i, nga Microsofti, nga Yahoo-ja, PayPal-i e shumë të tjera. Dhe vetëm e përmirëson atë sepse është si një dialog me një njeri dhe jo si një robot i thjesht që nuk di të kthejë përgjigje. Gjithashtu, inteligjenca artificiale është demokraci për dijen. Jep mundësi të gjithëve të kenë dijen në xhepin e tyre. Qoftë ky një person shumë i studiuar që ka shpenzuar vite e vite që studion një fushë specifike, gjithashtu edhe një qytetar të thjesht i cili do të marrë dije. Dhe pjesa më kritike që them unë është pjesa gjithashtu e sigurisë. Mund të marrim këtu minjerat, mund të marrim këtu deep sea diving, mund të marrim këtu udhëtime hapësimore, mund të marrim këtu rreziqet e përmbytjeve të tsunamit ose zjarreve. Ne mund të çojmë inteligjencë artificiale nëpërmjet droneve, nëpërmjet robotëve dhe mund t'i fusim në fusha që nuk rrezikojnë jetën njerëzore. Kjo jo vetëm shpëton jetën e njerëzve, por gjithashtu edhe i privon ata që të vdesin duke shpëtuar jetët e të tjerëve, duke përmirësuar shoqërinë. Gjithashtu kemi pjesën e parashikimeve. Inteligjenca artificiale parashikon katastrofa si tërmetet dhe tsunamet, nga parashikimi i motit për shembull, që është shumë më shumë efikas se sa ai njerëzor, dhe kjo është diçka që duhet vëretur. Gjithashtu ka dhe mundësi ekonomike dhe arsimore në zhvillimet e saj në ekonomi, ku kemi një rritje për 14% të GDP-s botërore, që nga përdorimi i inteligjencës artificiale, përdoren nga OKB-ja, përdoren nga NASA, përdoren nga OBSH-ja. Të gjitha këto janë vende të cilat investojnë sa vjen më shumë te kjo inteligjencë. Te pjesa arsimore kemi mësuesit, siç është Akademia Khan, e cila përdor shumë leksione, seminare për të gjithë nxënësit nga të gjitha shtetet, nga të gjitha fushat për të marrë informacionin e duhur, që më përpara ishte shumë më e vështirë për ta bërë. Gjithashtu, dua të theksoj diçka, si një pjesë mbyllëse. Inteligjenca artificiale nuk është armiku, është një mjet dhe këtë duhet ta mbajmë mend. Një mjet që nëse përdoret me përgjegjësi mund të çojë përpara një shoqëri të tërë. Gjithashtu, teknologjia punon për njeriu dhe jo kundër tij. Dhe mbani mend këtë frazë, ju lutem, sepse mund të krijoni gabime në pjesën e argumenteve. Inteligjenca artificiale nuk është zëvendësues, por është një mjet përdorimi për njeriu. Kjo është e gjitha. Faleminderit.
Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Gentiana Probibaj, jam student e Universitetit Luiq Gurakuqi Shkodër, Fakulteti Ekonomik, konkretisht është dega Ekonomi, Financë, Kontabilitet. Jam shumë e lumtur që ndodhem mes jush këtu sot. Një falënderim i veçantë shkon për organizatën Libernetik që na bani pjesë këtij debati, po ashtu për stafin e organizatës dhe njëkohësisht edhe për Universitetin Fakultetin e Shkencave Sociale. Që do jemi në këtë debat përballë me ju sot, edhe mendoj që do jetë konstruktive dhe do kemi ballafaqim mendimesh. Ju një gjumë me shumë kujdes në argumente që u paraqiten pro inteligjencës artificiale, duke edhe pranojmë se është një instrument shumë i rëndësishëm në jetën tonë të përditshme. Por si fillim na kena dëshirë mi u bë disa pyetje lidhje me konkretisht me pjesën e argumenteve që ju paraqit. Jemi shumë dakord që inteligjenca artificiale duhet jetë një mjet dhe kësaj ne i shohim akoma më shumë dhe jo të bëhet një zëvendësues në cilin aktualisht me zhvillimet më rëndësishme që na po shohim se janë duke ndodhur në Shqipëri, por edhe më shumë në rang ndërkombëtar pra në gjithë botën, po shikojmë që po rrezikon të kalojë nga një mjet në zëvendësues të njerëzit. Kam dëshirë t'ju bëj një pyetje. Ju thatë që po përmirësohet shërbimi ndaj klientit. Si mendoni ju? A është më i personalizuar një shërbim ndaj klientit që bëhet nga një person që ka ndjenja, emocione, ndjeshmëri emocionale, apo nga një robot i cili është i strukturuar në mënyrë të tillë që mund të kryejë vetëm një numër të caktuar funksionesh për të cilat ai është i programuar? Atëherë për të dhënë përgjigje kësaj pyetjes, e ke goditur në shenjë, unë faktikisht punoj si shërbim klienti. Dhe te pjesa e përdorimit të inteligjencës artificiale duhet vëre diçka. Unë ju thash, është mjet përdorimi dhe jo zëvendësues. Pyetja që ju shtruat detyrimisht thotë që zëvendëson shërbimin e klientit të njerëzit. Jo, ne përdorim si mjet. Unë atë e përdor çdo ditë për t'i dhënë zgjidhje klientëve në mënyrë eficiente. Kur vjen një problem, unë i tregoj direkt simptoma që ka problemin dhe inteligjenca artificiale më jep mua, nëse dua ta zgjedh, edhe argumentin empatik që ju thoni, sepse është në gjendje ta replikojë këtë gjë, por gjithashtu edhe zgjidhjen e problemit që është kulminante. Gjithashtu është pjesa e transparencës së inteligjencës artificiale. Ne kemi të rregulluar, që do thotë në momentin që një person chaton me inteligjencën artificiale është i informuar që është inteligjencë artificiale. Pra nuk ka nevojë të flasë sikur është një njeri, por thjesht si një robot mekanik i cili zgjidh problemet. Dhe kjo ndihmon në heqjen e kohës së pavlefshme te pjesa e zgjidhjeve të problemit. 85% e customer service, e shërbimit klientit, përdoret nga chatbotet që janë AI. Mund të marrim kompani gjigante si PayPal-i, si Apple-i e tjerë që përdorin shumë. Faleminderit. Okej. Tani le të kalojmë te pjesa e argumenteve kundër. Ne mbështesim mendimin se inteligjenca artificiale është një instrument i rëndësishëm, po jo i domosdoshëm, dhe prandaj ne do të paraqesim disa argumenta kundër se pse ne mendojmë se inteligjenca artificiale në vërtet po kthehet në një mjet të rrezikshëm ditët e sotme. Një ndër problemet më të mëdha që na duan na mështru është humja e veneve të punës. Shumë nga vendet e punës, cilat më parë bëheshin nga njerëzit që ishin shumë jetike dhe shumë normale, nuk po themi për Shqipëri, po flasim më shumë te pjesa ndërkombëtare, sepse në Shqipëri, edhe pse është futur inteligjenca artificiale, përsëri nuk ka arritur të zëvendësojë dhe të arrijë nivel aq të lartë. Janë humbur shumë vende punës në fusha të ndryshme të jetës, si në pjesën mjekësore, domethënë kirurgët po zëvendësohen me robota, si tek pjesa e shërbimit ndaj klientit, kemi robot që na shërbejnë klientave, kemi robot kamarier, por edhe në fusha të ndryshme të jetës. Kjo mendoj se po kthehet në një problematikë shumë të madhe, sepse miliona njerëz janë të humbur vendet e tyre të punës, që deri më sot i kanë pas një mundësi për sigurimin e të ardhurave, që janë domosdoshme për secilin prej nesh. Një problem shumë i madh që ka inteligjenca artificiale që ne mendojmë është fakti se është njerëzore. Ne njerëzit karakteristika kryesore që ne kemi janë emocionet. Dhe inteligjenca artificiale, një robot nuk mund të mendojë në asnjë mënyrë si një njeri në mënyrë njerëzore, duke përfshirë ndjenjat, emocionet e brendshme, frikë, zemrim, gëzim,
do me thënë këta, ose në qofse janë të përshkruar te ky robot, ato në qofse do ketë një situatë që do dalë jashtë kontrollit, një robot i tillë nuk do di si të veprojë. Dhe ose do prishet, do me thënë do shkatrohet ajo inteligjenca artificiale që është kriju, ose do ketë një dëmtim tjetër më të madh, ose nuk do ketë një reagim nga ana e robotit. Kurse njeriu, siç e kemi mësuar gjithë, ka një aftësi shumë të madhe që është dalja nga situata dhe mendimin në formë kritike. Ne këtu në këtë debat, qëllimi kryesor i këtyre debateve dhe këtyre argumenteve që na paraqesim është mendimi kritik. Dhe është shumë bukur që për çdo temë ka si prot, si kundër çdo teme. Sepse fakti se unë nuk mund ta demonstroj tash për shkak të dorës, nëse unë marr një letër përballë dhe marr pozicionin kështu, unë shikoj vetëm pjesën këtu, kurse ju shikoni pjesën këtu. Por pjesa e audiencës që janë publikun krah djathtë, pjesa e juristë që është krah të majt, ka një pamje krejt tjetër. Nëse unë shikoj një vizë, pjesa tjetër e publikut është duke pa një drejt këndsh. Edhe është shumë bukur që përmes argumentave ne paraqesim anë që ekzistojnë dhe që janë konkrete për çdo temë. Edhe një ndër gjërat më kryesore për mua këtu te tema është mendimi kritik, që na si njerëz e kena dhe mundena me e pas në mënyrë fleksibël edhe me manovru me këtë mendim, që inteligjenca artificiale nuk mundet me dalë jashta parametrave të cilat i ka mirë përcaktuar. Pra është e kontrolluar dhe nuk mund ndryshojë në qëndrim. Tjetër gjatë që është një problem shumë i madh lidhje me inteligjencën artificiale, është edhe kreativiteti. Ne si njerëz jemi shumë kreativ. Por inteligjenca artificiale nuk mund ta ketë të kreativitet, ose mund të ketë përfshim vetëm atë pjesë të kreativitetit që njeriu ka vendos me fut ajo pjesë e inteligjencës artificiale në një makineri ose një robot, mund të themi. Një tjetër problem shumë i madh që na mendojmë që të ta shtillojmë sigurisht edhe në argumentet në vijim, është edhe demelizmi që është të kriju inteligjenca artificiale. Sot ditë të sotme përdoren shumë aplikacione që më pas do e shpjegoj edhe kolegja si që është ndërto edhe ChatGPT-ja. Kjo është duke nxit demelizmin. Studentat në vend që më ul me lexuar libër ose me pa fakte shkencore në përburime ndryshme, me bë kërkime në Google ose në forma të tjera të rëndësishme, ata përdorin thjesht ChatGPT. Kërkoj me një klik të shkurt, me jep informacion për X temë, mundësisht më gjej edhe referencat edhe pjesën e faqeve që më parë janë bërë manualisht. Ju mund të thoni se kurse në kohë, është shumë e vërtet, por në vërtet ashtu nxit një demelizëm pa pam tek pjesa e trive. Kam dëshirë t'ja kaloj mikrofonin kolegës për me folë për pjesën e ChatGPT-s. Përshëndetje, unë jam Denisa Qezma, përfaqësuese e Universitetit Shkodrës Luiq Gurakuqi. Është kënaqësi që marr pjesë në këtë debat dhe personalisht për herë të parë. Po, si që tha dhe nga kolegja, për dembelizmin që po shkakton inteligjenca artificiale, përsa i përket ChatGPT-s, po shkurton kohë dhe na ndihmon në gjetjen e informacionit, na ndihmon në gjetjen e informacionit të shkurt ose të strukturuar siç ne e kërkojmë, por që mbase edhe me statistika, me citime, por sa të vërteta janë këto statistika, këto citime që na jep, dhe më thonë mbetet një çështje për diskutim. Po, ju thotë edhe që mjekësia, dhe më thonë makineritë, inteligjenca artificiale, po diagnostikojnë shumë smundje, por sa të vërteta, sa ndihmon, sa e vërteta është diagnostifikimi i këtyre smundjeve dhe çanoll nëse një pacient kurohet në mënyrën e gabuar sepse kjo makineri ka vënë një diagnozë gabume, ose çanoll që mundet të kenë më fatale, kush mund përgjegjësinë nëse këto makineri kanë diagnostikuar një smundje të gabume, kush mund përgjegjësi për humbjen e jetës të pacientit. Faleminderit. Një problem tjetër që na do na mështu është edhe pjesa ju thatë që mund të bëhen parashikime, shumë e vërtet. Sepse në bazë databases që inteligjenca artificiale mundet me mbledh për një person ose për një situatë ose për një ngjarje të caktuar, krijon një database, është njësoj si një historik, dhe në bazë të kësaj database ajo do të marrin edhe informacione dhe do bëjnë parashikime për të ardhmen. Por a ekziston mundësia që kjo database me kanë parashikuar me gabim? Ose
a ekzistojnë gabimet e mundshme që mbasane mund të kenë edhe mund të kenë pasoja fatale, sepse inteligjenca artificiale është e projektuar nga mendjet njerëzore, gabimet janë njerëzore. Prandaj më lind edhe dëshira që ta shtroj këtë pyetje. Vazhdojmë. Atëherë, bazuar në gjithë argumentet që ju thatë, që pak a shumë argumentet ishin për bazën që inteligjenca artificiale po zëvendëson njeriun, atëherë kemi disa pyetje që duam t'ju trajtojmë dhe do donim përgjigje shumë të sinqert nga ana juaj, si të rinj që jemi të gjithë. Nëse thoni që jeni kundër përdorimit të inteligjencës artificiale, si do të zëvendësoni atëherë kontributet aktuale që ka inteligjenca artificiale në mjeksi dhe në ndërhyrjet e rrezikeve shumë të shpejta që një njeri me një emocionalitet ndoshta nuk mund t'i parashikonte sepse nuk është aq racional sa që është inteligjenca artificiale. Pyetja e dytë që duam t'ju shtrojmë është që a jeni kundër përdorimit të vetë teknologjisë së AI apo jeni kundër mënyrës se si përdoret kjo nga njerëzit, se ka një dallim dhe nëse problemi është përdorimi i gabuar nga njerëzit, a nuk do të ishte më mirë të rregullojmë mënyra e përdorimit nga ana jonë si njerëz dhe jo vetë teknologjia të zëvendësojë? Dhe pyetja e tretë është patjetër që a mund të përmendni një revolucion të ri që ka ndodhur në jetët njerëzore që nuk është përballë me frikë momentalisht, por pastaj patjetër ka ndalë në gjëra pozitive për njerëzimin. Këto ishin pyetjet tona. Okej, shumë faleminderit për pyetjet. Për t'ju përgjigjë pyetjes parë, ne nuk jemi, siç e cituam edhe në fillim temës, ne nuk jemi kundër AI-s, por jemi që kjo inteligjencë artificiale të jetë e kontrollueshme. Do me thënë të mos na dalin jashtë kontrollit që masanet kena pasoja shumë të mëdha edhe shumë të rrezikshme për shoqërinë tonë ndërsi. Ju përmend pjesën e mjekësisë tek pyetja e parë. Ne nuk jemi kundër krijimit robotave që do bëjnë operacione, sepse aktualisht ka ndodhur, do ndodhin dhe ne jemi të gjithë koshient që këta robota do shtohen në të ardhmen. Por në asnjë mënyrë nuk mund të krahasohet një robot kirurg me një kirurg të vërtetë, sepse në vërtetë ai robot është projektuar nga një kirurg, sigurisht edhe pjesa e IT-ve që bëjnë montimin teknologjik, por pjesa e diagnostikimit, mënyrës veprimit në sallë të operacionit, ajo është e bërë nga një kirurg. Roboti sigurisht kur është projektuar ka një numër të caktuar funksionesh edhe aktivitetesh që ai mundet me kry. Por në rast se siç e dim, smundjet janë në avancim të përditshëm. Edhe problematikat e tyre janë akoma më të mëdha çdo ditë. Po në rast se gjatë operacionit na del një komplikacion i cili nuk ishte i parashikuar në atë smundje deri në atë moment. A mendoni se roboti ka me vepruar në mënyrën e duhur? Unë mendoj se jo. Por nëse do kishte kanë një kirurg i vërtet, domethënë njëri, probabiliteti i reagimit ose i gjetjes së një zgjidhje geniale në disa situata, mendoj se është shumë më i lartë krahasim me një robot. Për t'ju përgjigjur pyetjes dytë, kundër mënyrë, domethënë ju paraqit pjesën që a jemi kundër mënyrës se si po përdoret teknologjia artificiale apo jemi kundër inteligjencës artificiale? Faleminderit, kemi mbaruar. Mund të vazhdojmë me ndërhyrjen tjetër. Fjalimi i dytë i palës pro. Faleminderit. Si fillimisht dua të bëjmë një kundërpërgjigje për pjesën e humbjeve të vendeve të punës. E para një herë, revolucioni teknologjik nuk ka filluar sot, në shekullin 21. Revolucioni i parë ka qenë revolucioni i parë industrial ku puna makinerisë zëvendësoi punën me krah. Patjetër, në këtë kohë nuk ishte një parashikueshmëri mbase, sepse ishte diçka e panjohur dhe njeriu gjithmonë si që një kurreshtar dëshiron të eksplorojë. Por gjithashtu nuk duhet harrojmë faktin që papunësia nuk vjen si pasojë vetëm inteligjencës artificiale, vjen gjithashtu edhe si pasojë e krizave të ndryshme globale si pandemitë, luftrat, etj. Por gjithashtu nuk duhet harrojmë faktin që inteligjenca artificiale po shton vendet e punës, sidomos në sektorin e teknologjisë. Pra janë rritur vendet e punës dhe kërkesa të rinjve për studiuar në degët e teknologjisë ose inxhinierisë. Kjo tregon gjithashtu një rritje dhe fuqizim të ekonomisë, ku kjo reflektuar qartazi në rritjen e GDP-s me 14% të GDP-s globale vetëm këto vitet e fundit, pas një rikuperimi të vështirë nga një pandemi që ishte jashtë çdo parashikimi, por që na dha një mësim shumë të mirë për të ardhmen. Gjithashtu juve thatë faktin që përmendët gjithmonë faktin që sikur mjeku nuk do jetë aty në sallën operacione, por në moment që bën diagnozë. Kjo është e gabuar. Ne thamë që në fillim
njeriu dhe inteligjenca artificiale do të jenë krah për krah me njëra tjetrën për të ndryshuar jetën dhe progresin e shoqërisë njerëzore. Ne nuk thamë që mjeku duhet të jetë jashtë sallës operacionit apo nuk duhet të ketë fare lidhje me diagnozën e pacientit. Përkundrazi, ne gjithashtu në këtë rast kërkojmë që edhe në kirurgjitë, pra inteligjenca artificiale ka reduktuar ndjeshëm kohën, ka shpejtësinë, kohën e rikuperimit të pacientit, pra edhe mënyrë hapjes së plagës kirurgjikale, ku vetëm në këtë vit në Qendrën Spitalore Universitare të Tiranës janë shtuar pra gjithë e reja që po revolucionalizojnë mjekësinë shqiptare dhe jo vetëm, ku po reduktojnë dhe kohën e pacientit. Gjithashtu duhet të them faktin që juve përmendni vazhdimisht argumentet tonë deri diku, sepse neve nuk jemi juve tha që nuk jeni kundër inteligjencës artificiale, por që juve pranoni pra që është në pjesën tonë, në jetën tona të përditshme. Pra domethënë kjo tregon qartë që inteligjenca artificiale do sjellë progres në shoqërisë. Dhe kjo është një gjë e mirë që ne duhet krenohemi për këtë fakt. Progresi i shoqërisë vjen vetëm si pasojë e dëshirës së njeriu për të revolucionalizuar veten e tij dhe jetën shoqërore. Faleminderit. Gjithashtu diçka për konkretizimin e situatës. Shumë nga argumentet që keni përdorur edhe në fillim kanë qenë si zëvendësim dhe e përmenda qartë. Ne po flasim këtu si një mjet përdorimi dhe jo si zëvendësim. Ju përmendet kamarier, robot, përmendet shumë gjëra. Ne këtë lloj zëvendësimi e tham vetëm tek pjesa e kushteve super të këqija që janë tsunami, tërmete, deep sea diving, pjesa e eksperimentit hapësinor e tjerë. Pa jo zëvendësimin e punëve normale. Dhe siç e tham, ka qenë që në fillim kjo pjesa e rrezikut dhe ju shtrum pyetjen që ju kujt do të përgjigje. Më thoni një revolucion të madh industrial apo digital apo teknologjik që nuk ka pasur frikë dhe më vonë ka dhënë gjithmonë të mira. Ju kur thatë pjesën e mjekut, që të heqim mjekun ose të përdorim mjekun pa inteligjencë artificiale, është sikur thuash më mirë të ketë njeriu një apo dy duar. Sot fatkeqësisht jemi me dorë të vrame, është më mirë që ti kishit të dyja duart prezente apo vetëm një. Kjo është e gjitha. Gjithashtu pjesën e shërbimit klientit, po për ato personë që janë me aftësi kufizuara, për shembull që janë të verbër, nuk shikojnë dot. Ata mund ta përdorin teknologjinë artificiale si zanor dhe mund t'i kontrollojë telefonin në mënyrë të thjeshtë dhe ato i fut brenda shoqërisë, i bën të pranuar ata mes nesh. Ka shumë argumente të cilat ju nuk i jepni dot përgjigje kundra, bile po i pranoni edhe vetë. Faleminderit. Duke mos dashur kundërshtoj mendimin e parafolësit, por në anën tjetër duke mos pasur plotësisht njëjtën bindje me të, ne e pranuam çështën në fillim të kësaj teme se nuk mund të jemi plotësisht kundra, sepse ka disa gjëra që janë ditura dhe pranohen prej të gjithëve. Për të dalë tek pjesa e problemeve të tjera që shkakton inteligjenca artificiale. Një nga problemet më të mëdha që jena koshient gjithë ne është cënimi i privatësisë. Në momentin kur ne jemi online, çdo lloj aplikacioni si në WhatsApp, Instagram, Facebook, në momentin kur ne na kërkohen dhëna, email, passworde, ne në asnjë moment nuk jemi të sigurt. Në momentin kur ne jemi fut online, atëherë privatësia jon është cënuar. Përveç problemit privatësisht që po cënohet dhe është bërë një problem shumë i madh në ditët e sotme që mund të përmendim hakerimet e ndryshme, vjedhjet e dhënave, vjedhjet e miliona dollarësh që mund të kenë ndodhur përmes llogarive të ndryshme bankare duke përdorur AI. Një problem tjetër është edhe shtrembërimi i realitetit. Siç e shohim ne ekzistojnë shumë aplikacione të ndryshme që mund bëhet montim, por njëkohësisht edhe prerje montazh videosh që shtrembërohet tërësisht realiteti. Kohët e fundit që janë edhe kjo pjesa e fotoeditorit nga AI që po bëhet shumë virale dhe shumë trendi, po në vërtet është një rrezik shumë i madh sepse rrezikon vjedhja e dhënave simetrike, për shembull tek pjesa e fytyrës e tjerë që mund të manipulohen dhe mund të keq përdoren nga persona keqadashës. Për një statistikë shumë e rëndësishme është se në Kinë 34% e njerëzve nuk njihen të sigurt nga pjesa e monitorimit që i bëhet nga shteti përmes AI. Një tjetër problem shumë i madh është edhe pjesa gjatë trajnimit që na du me dhënë një shembull gjatë trajnimit që është bërë te universiteti jon me profesori Shahiden edhe me pjesën e stafit u fol për mendimin kritik. Edhe ishte konkretisht folën për një debat si ky që po bëjmë ne sot, ku është bërë midis një vajze 7 vjeçare më duket,
që është realisht një robot që ishte super i stërvitur, që kishte miliona dokumente që i kishte lexuar dhe i kishte në databasin e saj, dhe mes një personi si puna jon që ka informacion në lidhje me këto debate, pra që është i përgatitur. Dhe cili ishte rezultati i këtij debati, edhe pse AI kishte roboti i vogël kishte shumë informacione dhe në database shumë të madhe që një person normal nuk mund ta mbajë përmendsh. Rezultati ishte që fitues ishte mendja njerëzore, pra mendimi kritik, kreativiteti, emocionet. Kam dëshirë t'i kaloj mikrofonin kolegës për me vazhdu për pjesën tjetër të argumentave. Atëherë, për të bërë një përmbyllje të argumentit kundër, po, siç e dim, inteligjenca artificiale është një mjet shumë i rëndësishëm për zhvillim që lehtëson punë dhe na kursen kohë, por kjo që na paraqitet si mrekulli mund të sjellë fatalitetin dhe humbjen dhe mbylljen e shumë vendeve të punës, sepse ju thotë që zëvendëson shumë punë të rrezikshme në miniera e tjerë, por njëkohësisht po zënë dhe shumë vende pune dhe shumë njerëz po mbesin të papunë dhe kush mban përgjegjësi për këtë. Faleminderit. Një argument tjetër që dua të shtoj që është shumë i rëndësishëm është edhe varësia që nena shkaktohet nga inteligjenca artificiale. Videolojrat e ndryshme që shumica e adoleshentëve i përdorin në ditët e sotme janë një problematikë shumë e madhe, edhe po ju jap një shembull duke nisur nga eksperienca ime personale. Kushëriri im është 16 vjeç dhe ai është i fiksuar në thojza pas videolojrave. Është një nish në IT, por pjesa e fiksimit në videolojra mua më shqetëson shumë tek ai. Një fraza që ai përdor kur ka një problem me shpejtësinë e internetit te shtëpia, është unë çmenem nëse nuk luaj videolojra. Edhe për mua është një frazë shumë shqetësuese, sepse në momentet kur ai nuk i punon ose ka një problem me shpejtësinë e internetit, pjesa që bën veprimet që ai ndërmerr është një përplasje është një përplasje e telekomandës që më dorë, ose godet pjesën e video games që është e lidhur në poshtë te priza. Pra, për mendimin tim janë fenomene shumë shqetësuese. Kjo është vetëm një pjesë që mora shembull nga kushëriri im, po në raste të tjera kam dëgjuar raste të tjera nga shoqëria shumë makabre, si për shembull është djegja e televizorit ose mund të kenë shkaktuar edhe probleme të tjera shumë më të mëdha. Edhe një herë ne dëshirojmë ta mbyllim argumentin ton me faktin se ne nuk kemi që inteligjenca artificiale të zhduket dhe nuk mendojmë se do zhduket, por do rritet, por ideja jonë që ne paraqesim si grup është që inteligjenca artificiale të jetë e kontrolluar, të mos dalë jashtë kontrollit, që pastaj të na kthehet një problem me pasoja të mëdha globale. Edhe pse janë një zhdukje të njerëzimit. Me këtë ritme që është nisur, unë e shikoj si një problematikë shumë të madhe. Shumë faleminderit. Atëherë, faleminderit për fjalimin mbyllës. Si fillim për t'ju hedhur poshtë nga argumentat që përdorët, duke filluar nga databaza. Databaza është përdorur që në fillim edhe pa inteligjencën artificiale, gjithmonë ka qenë prezente, që nga regjistrat e mëdhenj si bloqen për spitale, shkolla e tjerë, duke filluar dhe me Google-in, i cili ka marrë informacione që në fillim fare dhe është e pranuar. Gjithashtu ne zgjedhim se çfarë t'i japim si informacion. Gjithmonë kemi atë që themi pranot terms and conditions. Dhe ne duhet ta pranojmë, nëse se pranojmë, ne nuk ja japim fare këtë inteligjencë. Dhe pjesa e hakerimit ndodh për çdo gjë, jo vetëm për inteligjencën artificiale që thonë jo. Bile inteligjenca artificiale është më pak e mundshme sepse krijon masa mbrojtëse ndaj vetes së vet. Pra është self-sufficient, që quhet në anglisht. Gjithashtu, për pjesën e mendimit kritik që përmendet debatin, neve nuk po themi zëvendësimin e debatuesit, por inteligjencën artificiale mund ta përdorim si një mjet kërkimi. Është thjesht mjet për të përmirësuar debatin e atyre personave që ishin fizik aty. Gjithashtu, pjesën e papunësisë e keni përmendur shpesh, por nuk keni përmendur asnjë lloj statistike për pjesën e humbjes punëve, thjesht e keni thënë si një muhabet. Dhe pjesa e varësisë nuk ka lidhje me inteligjencën artificiale. Varësitë krijon nga duhani, krijon nga videolojra që e përmendet si argument, por nuk ka shumë lidhje me pjesën e inteligjencës artificiale. Unë luaj videolojra për vete faktikisht dhe nuk më them që jam i varur, por e luaj për një kohë të caktuar të ditës. Dhe për të mbyllur si argument pro për inteligjencën artificiale është një mjet përdorimi pro njerëzimit, nuk është kundra. Jam dakord që pjesa që duhet krijohen ato nivele standarde të rregullimit, pra fazat rregullatore, që jam dakord, por nëse ju nuk jeni kundra AI, kundër çfarë teme jeni? Dhe gjithashtu duhet ju përmend diçka.
sa është e mundur që ju në argumentet e tuaja kërkimore që keni bërë për këtë debat, por edhe në universitetin tuaj, që mund të mos e keni përdorur fare inteligjencën artificiale. Gjithmonë ka qenë inteligjenca artificiale, ndoshta jo inteligjenca artificiale që e njohim sot, por diku ne thoshim shko në Google dhe kërkoje. Tani nuk themi shko në Google dhe kërkoje, por themi kërkoja inteligjencës artificiale. Është thjesht një mekanizëm, një mjet i cili përdoret për lehtësimin e jetesës dhe për mbarvajtjen tonë në atë përmirësim. Kjo është e gjitha, është thjesht një mjet i suksesshëm përdorimi. Faleminderit. Mirë, kemi mbaruar. Tani Juria do të marrë kohën. Mirë. Është momenti që të marrim komentet e juris edhe vlerësimin për zbuluar se cila do të jetë skuadra tjetër që do të kalojë në fazën e gjysmëfinales. Fjala për ju, nuk e di kush do të marrë i parin. Sa të pavendosur. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Shumë faleminderit për debatin që na dhurut. Unë kam 2-3 gjëra të vogla për secilin universitet. Sa i përket FSHS-s, ishin të rrjedhshëm, kishit statistika, u munduat edhe t'i bënit pjesë kundërshtarët që t'i ftonit që ne kemi më shumë drejtë edhe t'ju ndryshonit mendjen. Nga ana tjetër Shkodra kishte shumë zell. Shembuj demonstrues, bindës, do me thënë kishit sa shembuj shumë të mirë që na bët për vete, edhe mbylljen e kishit mirë, ndërsa mbyllja te FSHS-ja bërë një pyetje që i dhe vetë përgjigje. Ndoshta ajo pyetja mund të ishte mirë të ishte bë pak më para që t'i jepnin edhe kundërshtarët përgjigje, sepse në fund ti mund bësh pyetje retorike që të mos ketë nevojë për përgjigje, por një pyetje që t'i japësh vetë. Unë pash diçka nga ky debat, që mund të kesh çfarë do lloj profesioni të dush, edhe ti je folës i mirë, është ajo që ne kemi bërë me re-debatin tash 8 vjet, edhe që do vazhdojmë ta bëjmë, kështu që ju na e mësuat, prap na e dhatë si mësim. Shumë faleminderit. Kush e ka fjalën? Okay. Po ja. Ta kryej Aldi. Po, kryej Aldi. Jo, pikët jep shefi apo. Shumë faleminderit. Për të katërtën herë sot unë falenderoj vajzat që kanë ardhur nga një qytet tjetër. Ne jemi mësuar, unë të paktën me sa jam marrë me debat, jam mësuar të debatoj brenda Tiranës. Kur shoh prurje edhe nga qytetet tjera, unë lumturohem. Megjithatë do bëj një 2-3 kritika të vogla. Struktura brenda ekipit, prap nga Tirana prisja në fakt që të ishte më i konsoliduar ekipi, të ishte i gjithë përfshirë, sidomos tek dhënia e argumentit. Kjo më doli pak jashtë parashikimeve të mia, jo se ka në rëndësi, po thjesht po e them. Doja të shikoja pak më tepër koherencë, sidomos tek përgjigjet, pra tek dy të fundit, nga të dyja ekipet, po më tepër tek ju, se ju e mbyllët debatin. Pra Besart doja të shikoja në çik më tepër koherencë në fjalën e fundit që kishe, sepse duhet të mbyllje, duhet vulosje, le të themi, argumentet pro që kishe për të dhënë. Edhe ti si filozof që je, filozofinë e fjalës e kupton shumë mirë. Menaxhimi i kundërshtimeve, punë e shkëlqyer, debat shumë i barabartë, sa i përket kundërshtimeve, diçka më tepër u kënaqa nga Shkodra, sepse ishit shumë të kujdesshme në kthimin e përgjigjeve për fjalimin e parë pra. Dhe kur jeni dy, prisja që këtu të kishit një mungesë, megjithatë ishit shumë mirë. Në të përgjithshme, debat fantastik, si debati i fundit ishte tamam qershia mbi tortën e ditës sotme. Ju falenderoj edhe një herë dhe vetëm suksese. Shumë faleminderit. Edhe unë dua t'ju falenderoj edhe t'ju përgëzoj për gjithë përgatitjen e të dyja skuadrave. Ishte e vështirë për të dalë në një dakordsi për pikët edhe cila do ishte skuadra që do prevalonte, duke marrë në konsiderat shumë aspekte të këtij organizimi, të përballjes tuaj që në fakt ishte një përballje deri diku e pabarabartë.
për shkak të numrit të skuadrës së Shkodrës, por edhe mënyrën se si e menaxhuan të dy skuadrat këtë debat, ne kemi vendosur që skuadra fituese sot të jetë Luigi Gurakuqi me 280 pikë dhe Fakulteti i Shkencave Sociale me 65 pikë. Suksese edhe shpresoj të shihemi në debate të tjera dhe vazhdimsi në angazhime të tjera. Faleminderit.